Një zjarri për masave të mëdha ka rënë rreth orës 3:45 të mëngjesit të së njëjtës në ambientet e ish parku të mjeteve në Lushnjë, duke shkaktuar dëme të konsiderueshme materiale. Zjarri ka përfshirë 4 autobus të parkuar në zonë. 3 prej tyre janë shtrëmbuar plotësisht, ndërsa një tjetër është dëmtuar pjesërisht. Falë ndërhyrjes në kohë të forcave zjarfikse, të cilat kanë arritur të parandalojnë përhapjen e mëtejshme të flakëve. Në ndihmë të zjarfikseve të Lushnjës kanë ngritur edhe forcat zjarfikse nga Divjaka dhe Fieri, duke bashkëpunuar në përballimin e situatës. Me urgjencë janë njoftuar edhe drejtuesit e tjerë të autobusëve, të cilët kanë larguar mjetet e tyre nga vendngjarja për të shmangur përfshirjen nga zjarri. Në vendngjarje ndodhen forcat e policisë dhe grupi hetimor, të cilët po punojnë për zbardhjen e plotë të shkaqeve të rënies së zjarrit. Pritet ekspertiza e zjarrfiksëve dhe grupit hetimor, që do të përcaktojnë nëse zjarri ka qenë aksidental apo i qëllimshëm. Dëmet e shkaktuara konsiderohen të mëdha në aspektin ekonomik, ndërsa autoritetet janë në gatishmëri për çdo zhvillim të mëtejshëm të lidhur me ngjarjen.